Dua të bëj një pyetje, pse ezani këndon vetëm burrat dhe jo qinia femërore? Sepse kam pyetur disa besimtarë musliman dhe s'më japin përgjigje. Po normalisht, për shembull, a do doje ti që vajza jote ose gruaja jote të vite këtu tani mes burrave të thirrte ezanin? Ose motra jote, ose nëna jote të vite këtu për shembull të thirrte ezanin mes burrave? S'ndodh, s'funksionon. Islami me të gjitha orientimet që ka pas në raport me femrën ka qenë mbrojtja, ruajtja, mbrojtja e saj nga shqetësimet e kështu me radhë. Për këtë arsye nuk ndodh. Një, pra për të mbrojtur femrën, për ta ruajtur atë. E dyta se do të shkaktonte, le të themi, do të shkaktonte, domethënë, ngacmim, le të themi, për meshkujt. E treta, nëse do ishte një femër muezine, po kur është më të përmueshme, që si lejohet, çfarë do të bëjshim? Do të deshim të kërkojshim muezin me qira. Part-time. Po pse, se muezinja është me ato të vetat. Kështu që nuk ekziston kjo gjëja, pra ezani është për burrat dhe ezanin e thrasin burrat dhe ikametin e thrasin burrat, imam futen burrat, khutbe mbajnë burrat. Mund të bëhen gratë imame nëse janë vetëm gra. Mund të thrasin gratë ikametin nëse janë vetëm gra. Ndërsa ezan e khutbe bëjnë vetëm burrat. Edhe imamlik, nëse bëhet fjalë që t'jetë xhamat meshkujsh apo i përzier meshkuj dhe femra.